Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, sot pranë jush do të vim me një histori tronditse, një histori që në fakt mua më ka lënë pa fjalë, por besoj që dhe ju njëkohësisht do t'ju lërë pa fjalë. Rëfimin ma ka shkruar një grua e nderuar, e cila ka kaluar një tmerr në jetën e saj. Nuk e di nëse ekziston fjala e duhur që e përshkruan atë që unë kam përjetuar. Ndoshta dhimbje, ndoshta tradhti, ndoshta humbje e pashpjegueshme. Por në të vërtet, ajo që kam përjetuar nuk është thjesht një histori. Është një plagë e gjallë që më ndjek çdo ditë, çdo natë, në çdo frymëmarrje. Ndonjëherë e gjej veten duke shikuar veten në pasqyrë dhe duke mos e njohur më. Gruaja që shoh nuk është ajo që ishte dikur. Është një trup që ecën, por brenda ka një shpirt që rënkon. Një shpirt që dikur luftoi, besoi, fali, derisa nuk I mbeti më asnjë gjë për të dhënë. Dhe gjithçka filloi me një dashuri që mendoja se ishte dashuri e vërtet. Ai erdhi në jetën time kur unë isha vetëm një vajzë që ndronte një jetë të thjeshtë. Ishte I dashur, I qeshur edhe I butë. Më fliste me fjalë që më ngrohën zemrën. Më betohej se nuk kishte në botë njeri që do të më donte si ai. Mbaj mend si më mbante dorën dhe më thoshte: "Unë dhe ti do t'ja dalim përballë çdo gjëje. Mos e ki frikë." Dhe unë e besoja, si një budallaqe që nuk e dinte se dashuria nuk të mbron gjithmonë. Ndonjëherë edhe të vret. Kur mbeta shtatzën për herë të parë, prisja që ai të gëzohej, të më përqafonte, të më thoshte se do të bëheshim prindër shumë të lumtur. Por në vend të kësaj, ai ngriti vetullat dhe u kthye nga unë si I ftohtë. Nuk jemi gati. Si do t'ja dalim? Unë heshta, por sytë e mi u mbushën me lotë që nuk I lash të binin. E mbajta brenda dhimbjen, sepse kisha frikën se mos ai do të largohej. Dhe kështu filloi sakrifica ime e parë për të. Do të duroja heshtjen e tij, nervozizmin edhe mungesën e tij. Kur erdhi dita e lindjes, u luta që ai të ishte pranë meje. Por ai nuk ishte. Më tha se punonte, ndërsa më vonë mësova nga të tjerët se atë mbrëmje kishte pirë me shokët. Në spital mbaj mend si e shikoja djalin tim të vogël dhe ndjeja se ndoshta kjo krijesë do ta ndryshonte babain e tij. I thoja vetes time, do të bëhem më ndryshe. Tashmë është baba. Por, me këto bindje, me këto mendime, unë gabova tepër. Vitet kaluan dhe marrëdhënia jonë nuk u përmisua. Por unë vazhdoja të luftoja vetme. Dhe kur mbeta shtatzën për herën e dytë, kisha frikën që unë t'ja tregoja shtatzanin time. Kur e mora guximin dhe I thash, ai shpërtheu: "Ti nuk mendon fare. Të lutem, nuk jemi në gjendje për një fëmijë tjetër, s'kemi para." Ajo natë ishte nga netët më të ftohta të jetës time. Unë u shtriva në shtrat, e mbajta barkun me duar duke I folur fëmijës brenda me zë të ulët. Mos u trëmb. Mami është këtu. Mami do të dojë më shumë se sa të mungon dashuria e tjetrit. Lakmia jonë ishte aq e madhe
sa disa net hanim bukë me çaj sepse nuk kishim asnjë gjë tjetër. Unë punoja fshehurazi duke pastruar shtëpia të njerëzve, vetëm që të mos i mungonte qumshti fëmijës. Ai shpenzonte, dilte dhe zhdukej. Por unë sërish e fala. E fala sepse ishim të varfër, sepse kisha frikë nga vetmia, sepse mendoja se fëmijët kanë nevojë për baba, dhe kur ai baba nuk ka nevojë për ta. Herën e tretë kur mbeta shtatzën, nuk kisha më as forcë të shpresoja. Kur i tregova, ai nuk më tha asgjë. U ngrit nga tavolina, veshi xhaketën dhe u largua pa fjalë. U zhduk 2 ditë. E kur u kthye më shikoi me sy të tërbuar. Ti po ma shkatron jetën. 3 fëmijë. Kush i mban? Me çfarë lekësh? E ndjeva barkun që mu ngjesh nga frika. Mu duk sikur foshnja brënda u hodh. Por prap unë e mbajta. Edhe një herë e vura veten time në trupin në një linjë zjarri. Nuk isha e sigurt se do të mbijetoja emocionalisht, por e dija se foshnja ime nuk kishte faj. Dhe ai sërish nuk ndryshoi. U desh një natë e vetme që të zbuloja gjithçka. Një natë që do të doja të mund ta fshija nga kujtesa. Ai u kthye natën vonë. I parfumosur, i veshur bukur si të vinte nga një dasëm. Ndërsa unë isha në shtëpi me dritat e fikura që kursenin energjin, me barkun e rënd, me 2 fëmijë që flinin të rritur. Dhe atë natë telefoni e tij ra nga xhepi pa dashje. E pash ekranin, një emër gruaje, mesazhe të gjata, duke shkruar: "U kënaqa sot me ty. Kush e di sa herë të kam thënë që jam bërë i joti. Mos haro t'i marrësh parat për hotelin." Mu ersua shikimi. Duart më filluan të më dridheshin, zëri më shua. Ai merrte të gjithë lekët tona dhe i çonte te ajo. Ne hanim bukë të thatë. Ajo hante sushi. Ne flinim në dhomë pa ngrohje, ajo flinte në hotele. Ne zgjojshim me shqetësime, ajo zgjohej në çarçafe të pastërta. Dhe atë natë, për herë të parë në jetën time, nuk pata më forcën të qaja. Kur kërkova divorcin, ai qeshi. Po mendon se do t'i marrësh fëmijët, haroje. Nuk besova, derisa filluan seancat. Advokati i tij ishte i paguar shtrenjtë, advokati im ishte falas. Dokumentet e tij ishin të përgatitura bukur. Të mijat ishin gjysmë të shkruara. Ai solli dëshmi false, njerëz që dëshmonin gjëra që s'kishin ndodhur. Tha se unë nuk isha në gjendje emocionale, se isha e varfër, se nuk kisha kushte. Dhe gjykata e besoi. Dhe pastaj ndodhi më e keqja. Mi mori fëmijët. I morën nga dora ime dhe i dëgjova duke bërtitur: "Mami, mos na lër, mami, të lutem." I putha duart e tyre, faqet e tyre, por duart e gjyqtarit, policit, të sistemit i shkëputën nga unë. Dhe ajo ditë më vrau jo trupin, por të gjithë shpirtin. Sot nuk e di ku janë, nuk e di çfarë bëjnë, nuk e di si flen, nuk e di nëse më thrasin natën. Ai ka ndryshuar adresën, numrin dhe gjithçka. Nuk kam të drejtë informimi, nuk kam të drejtë të shoh, nuk kam të drejtë të di asnjë gjë. Jam një nën pa zë, pa fuqi dhe pa drejtësi. Të tjerët më thonë do të bëhet mirë, do të rregullojnë gjërat, por pikpyetje. Por unë e di, ka plagë që nuk mbyllen kur. Ka fëmijë që mbeten si hijet më të bukur të jetës tënde, por hijet nuk i përqafon dot as pak. Në çdo ditëlindje të tyre, unë ndes streqirinj. Flas me ta edhe pse nuk janë me mua.
U them mami është gjallë, mami ju do, mami nuk ju ka harruar. Ndonjëherë i përfytyroj duke vrapuar drejt meje. Ndonjëherë e ndroj duke më thënë mami erdhëm. Por zgjohem dhe dhoma është bosh, asnjë zë, asnjë hap i vogël, vetëm heshtje. Ajo heshtje që të hash shpirtin ngadalë derisa nuk mbetet asnjë gjë për të marrë. Kjo është historia ime. Historia e një nëne që fali 3 herë, që duroi 3 shtatzani vetëm, që humbi gjithçka dhe sot jeton pa fëmijët e saj, dhe nuk e di as ku janë. Dhe kjo është dhimbja më e madhe që një nën mund të mbajë. Në fakt, në këtë histori unë gjithmonë kam preferuar t'i them 2 fjalë. Dhe fjalët që në fakt unë do të kisha thënë janë këto që, pa marrë parasysh se çfarë ka ndodhur, ma beso që një ditë fëmia do të kthehen në prehërin tënd, ndërsa ai do të pendohet për të gjitha gjërat që ka bërë kundër drejt teje.